Djali i Donald Trump, Bill Clinton, bombardoi Serbinë për të hequr vëmendjen nga tradhtia ndaj së shoqes. Djali i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump Jr., ka deklaruar se bombardimet e NATO-s ndaj Serbisë gjatë luftës së fundit në Kosovë kanë ardhur si pasojë një skandali mes ish presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton dhe një praktikanteje në shtëpinë e bardhë Monica Lewinsky. Donald Trump Jr. gjatë qëndrimit në Serbi ka zhvilluar një intervistë me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, ka folur për temën e fushatës së bombardimeve të NATO-s. NATO e bombardoi Serbinë në vitin 1999, çka çoi në tërheqjen e forcave serbe nga Kosova. Kjo ndodhi në kulmin e skandalit Bill Clinton-Monica Lewinsky. Shumë kush, sidomos tani në retrospektivë, shohin këtë bombardim si një shpërqendrim nga ai dështim i Bill Clintonit, thot Trump Jr. përpara fillimit të intervistës me Vučić. Skandali Bill Clinton dhe Monica Lewinsky u zhvillua në kulmin e mandatit të presidentit Clinton dhe pati një ndikim të madh në jetën politike dhe imazhin e tij. Ndërkohë, në vitin 1999, kur skandali arrinte kulmin, një tjetër ngjarje e rëndësishme ndodhi. NATO filloi bombardimet në Serbi. Po ashtu, në këtë podcast, Trump Jr. ka shfaqur një hartë të Ballkanit Perëndimor ku Kosova figuron si pjesë e Serbisë. BE-ja dhe madje edhe shumë njerëz në Washington dëshirojnë të normalizojnë marrëdhëniet nëpërmjet Kosovës dhe Serbisë, por Serbia vazhdon dhe argumenton me pasion të madh se Kosova është pjesë e territorit të saj sovran, ka thënë Trump Jr.